një rast që vërtet kalan shumë tepër përshtypje, edhe shpresoj që edhe juve të jena në përshtypje, është rasti i vajzës, i shërbetores së vajzës së faraonit. Një ditë prej ditëve, shërbetoria duke ja krehur flokët vajzës së faraonit, i pikon i pejkën krahëri dhe kjo duke dashur ta marrë krahërin thot Bismillah, në emër të Allahut. E vajza e faraonit i thot, për cilën Zot i ke fjalën? A e ke fjalën për babain tim, për faraonin? Thot jo, fjalën e kam për Zotin tënd, timin dhe Zotin e babait tënd. Thot, për kush është Zoti i? Thot, është Allahu që më krijoi mua dhe babain tënd. Dhe ti, me njëherë i informon babën e vet, dhe faraoni e merr këtë shërbetore me 4 fëmijë që i ka pasur dhe urdhron parinë e tij që t'i djegin trupnat e tyre në zjarr. E marrin fëmijën e parë, e marrin fëmijën e dytë, e marrin fëmijën e tretë. Kjo bën durim dhe kur e marrin fëmijën e katër, nga se ka dhënë gjije, ka pas përgjiri, sikur ka dash të thosë ndal nja, e mos e diçni. E fëmiu janë disa raste që Allahu Gjellëshanu jo ka mundësuar fëmijëve të folin përderisa janë të vegjël, edhe këtij fëmiu që ka mundësuar që t'i jape kurajo dhe motiv nënës së tij, nënës së saj që të vazhdojë edhe me tutje, e ka ngulur dhe e bindur në urdhrat e Allahu Gjellëshanu. E fëmiu i thot, nën e dashur, përqëndrohu në fenë e Allahut, nga se ti je në rrugën e drejtë. Muhamedi alayhi salatu wassalam, kur u ngjit në Sidratul Muntaha, që të jetë në dialog e sipër, të bëjë dialog e sipër me Zotin e Madhruar, e dëgjon një erë të këndshme dhe drejtohet Xhebrailit duke i thënë, o Xhebrail, ndjej nuhas një erë të këndshme që asnjëherë se kam nuhatur këtë erë. Thot, kjo është era e shërbetores së vajzës së faraonit dhe fëmijëve të saj. Lusim Zotin Gjellëshanuhu që të na udhëzojë në rrugën e drejtë, na forcoje besimin dhe durimin dhe të na bëjë prej besimtarëve të drejtë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin.